Dje në ora 12 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar nga Qendra Mjekësore Gostivar është denoncuar se tek ata me lëndime të rënda trupore është sjell një 37 vjeçar nga fshati Çegran, i cili menjëherë është transportuar në kompleksin e klinikave Nën Tereza në Shkup. Sipas denoncimit, ai ka marrë lëndimet gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në fshatin Forin të Gostivarit. Janë njoftuar prokurori publik dhe inspektorati i punës. Dje në ora 16 në fshatin Gjepçisht të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 2 20 vjeçar dhe një 19 vjeçar, që të gjithë nga fshati Gjepçisht, pasi gjatë kontrollit tek ata është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Po ashtu është konfiskuar edhe një automjet udhëtarësh Renault Dwingo, për të cilin nuk posedonte asnjë dokument. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tyre do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në ora 16:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 64 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se më datë 10 gusht 2026 nga shtëpia është larguar nipi i saj 19 vjeçar, po merren masa për gjetjen e personit. Dje në orën 16:30 në një fshat të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor Grupçin kanë privuar nga liria një 35 vjeçar, duke vepruar sipas denoncimit të mëparshëm nga bashkëshortja e tij, 34 vjeçare, se e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre familjare. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë parashtresë përkatëse. Dje në orën 13:30 në fshatin Leonov të Gostivarit, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 86 vjeçar dhe një 60 vjeçar, që të dy nga Gostivari. Më parë një grua 33 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se në një objekt hotelierik në fshatin Leonov, pronari dhe babai i tij e kanë sulmuar fizikisht dhe kanë tentuar të kryen marrëdhënie seksuale me dhunë ndaj saj. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë kallëzim përkatës. Pas mesnate në orën 12:40 në stacionin policor Gostivar, një 46 vjeçar nga fshati Gjonovice Poshtme ka denoncuar se ditën e mëparshme rreth orës 20:30, ndërsa po kthej me automjetin e tij drejt Gostivarit bashkë me familjen, pas një mosmarrëveshje të shkurtër, është sulmuar fizikisht nga një person, i cili më pas e ka sulmuar edhe nënën e tij, që ka tentuar t'i ndajë. Sot në mëngjes në orën 2:40 në rrugën Boris Kidriç në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 25 vjeçar nga Tetova. Gjatë një kontrolli në trafik është konstatuar se ai po drejtonte një motociklet me targa të Tetovës pa pasur leje drejtimi dhe se motocikleta nuk ishte regjistruar për më shumë se 6 muaj. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj personit do të përgatitet kallëzim përkatës.